Aktori amerikan Richard Gere ka bërë deklarata të forta kundër presidentit i Shtetit Bashkuar Donald Trump, duke quajtur atë një manjak që po shkatron çdo gjë të mirë në Shtetet e Bashkuara. Gjatë një eventi në Oslo, Gere tha se SBA po kalon nga momentet më të errta të historisë së saj moderne dhe sipas tij shumë prej vlerave të qeverisë cies amerikane janë dëmtuar. Ai deklaroi gjithashtu se është vështirë të imagjinojë që Amerika mund të bëjë kaq e errët duke kritikuar ashpër drejtimin politik të vendit. Aktori ishte i pranishëm në Oslo për të dhënë çmimin ndërkombëtar Václav Havel për mospajtim kreativ në kuadër të forumit të lirisë së Oslos, një aktivitet ku u nderua artisti kinez i burgosur Gao Zhen dhe disidenti nga Myanmar, Myanmar. Gjatë fjalës së tij, Gere kujtoi gjithashtu vizitën në kampin nazist Dachau, duke paremëruar për rrezikun e indiferencës për atë që cilësoi si shenja të rritjes së autoritarizmit. Ai shtoi se shoqëritë duhet bëhen vigjilente përballë tendencave që sipas tij mund të çojnë në diktaturë përbindëse. Në fillim të vitit 25, Gere kishte cilësuar Trumpin si ngacmues, ndërsa prej vitit 24 jeton në Spanjë me pashortjen e tij Alejandra Silva.